Tani, 2 apo 3 ditë para shton gjithçka. Ditët që do jenë me reshje, ditët që do jenë me borë dhe për gjitha masat. Nuk mundet... Cili autoritet ka dalë, më vlasë, se pas mi pave dhe ne. Autoritetet përgjegjëse që kanë për detyrë Cili autoritet ka folë, ma jep mu njërin. E dyta, unë mendoj që të gjitha institucionet... Po cili autoritet? Cili autoritet ka njoftuar? Cili autoritet? Institucionet përgjegjëse. Ma thuj një autoritet. Që nga Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës. Cili autoritet? Që ka Ministria e Mbrojtjes, që ka Ministria e Bujqësisë. Madje të tre këto ministri me titullarët e tyre në krye kanë paralemuar vazhdimisht për situatën. Jo, me datën 6. Që kanë dalë në terren dhe kanë ndjek. Paralemrimi i hershëm është dhënë nga buletini i Gjeumit kanë qenë të gjitha 7 ditë përpara, me thuj kush e ka komunikuar. Të kryet të detyrës. Kanë bërë çdo gjë për të shkuar sa më mirë dhe për të mos patur pasoja. Ne kemi parë mirë që Durrësin e pasan myt qytetarët, po edhe në Gjirokastër qeveria, edhe në Gjirokastër që u përmyt ishte faj... Por ty ka dështuar pushteti lokal apo jo? Pushteti, tashi, a duhet bënen më shumë, pa tjetër. A duhet bënen më shumë pushteti lokal? Po pa tjetër, edhe qeveria duhet bëjnë më shumë. Qeveria ka dhënë 50 milion euro, tha. E gjova unë bas e gjova gabim. Po ka dhënë legët e mija. 50 milion euro. Edhe ti, ama vërtet të ku jenë legët e tua? Dhe ku i di që i ka dhënë? Më zirë, se këshu për më thoni mu, në zirë fakte e prova këtu. Tani, unë serda me dokumenta. Ma jep, ku janë legë? Tani, budgetit, e diti qa është bugjeti shtetit apo ka artë kopë? Të shi, unë ta dhja që do ishe ti, unë do dhja 2 orë pare që të mësoja nga di. Ka pasur unë replik në një televizion tjetër ditën e marrë me ministrin e brëndshëm, si e ka i quni, i ri? Apo i mbrojtjes? Me vëngun. Vëngun, me zonë i mbrojtjes. Dhe e ka mërë të pytje. Sa i bërin deklaret aty dhe tha që të shtunën e dinim, tha që do ndodhte kjo gjë, tha kemi bërë dhe hartë, tha. I thash unë ato njerëzit brenda hartës sa i keni lajmëruar, filloj nga këto prallat që... Pra, i këshin lajmëruar, pa ata se dinin ndërkohë televizioni... Ka prata tani të gjo, është edhe një fakt tjetër se kemi parë me vjetra intervista se kamera e televizionit...